Të dashur shqiptar, jam shumë i lebeditur sepse në gjuhën e Dibranëve, atje ku kam lindur unë në Dibër, është një fjalë shumë e bukur që quhet sohi. Çfarë është sohi? Është një vend i thatë ku nuk i bie dielli. Në fakt, në gjuhën e Dibranëve ka marrë kuptimin vend me hije. Fjala sohi është krijuar një lloj si fjala stihi, stuhi, dhe fjala stihi ne e dim nga filmat e mi të tjerë që është krijuar nga fjala stihion, që është akrepi i madh i orës, që ka marrë kuptimin e hijes që lëshon akrepi në orën diellore, në dimale, është dhe emri dimal, ose 2 pjesë, 2 gjashtat, 6 orët e paraditës dhe 6 orët e pasdites. Pra kjo është stihia, është hija e stihionit, kolona që përdoret për orën diellore, dhe pastaj një lloj siç u krijua fjala stihi, që do thot fantazmë, e revrullshme e stuhis, një lloj është krijuar pra fjala sohi në gjuhën e Dibranëve. Pra është krijuar me elemente të gjuhës greke, emër femëror. Po ç'është sohia? Është një lloj si fjala sohi në gjuhën bullgare dhe vjen nga fjala suho, do thot e thatë, vend i thatë. Dhe tani çfarë ndodh? Duke menduar për vendlindjen e udhëheqësit lavdishëm serb Sali Berisha në Vuçidol, mu krija në kokë ideja e fjalës sohodol. Është krijuar një lloj nga fjala sohi, e thatë, dhe dol i thonë luginës. Në fakt fjala dol është shkurtim në gjuhën serbe, në gjuhën kroate, e fjalës dolina, që do thot lugina në të gjitha gjuhët slave. E pastaj, pra, nga fjala sohi, që do thot vend me hije, vend i thatë, dhe dol, që do të thot lugin, ka dal emri fshatit Sohodol. Është e pabesueshme. Pse do thoni ju? Sepse në gjuhën bullgare është njëjti fshat, por quhet Suhodol, fjalë për fjalë lugin e thatë, ndërsa në gjuhën e Dibranëve ka marrë vend me hije, lugin ku nuk bie dielli. E bukur shumë. Pra çfarë ka ndodhur? Një lloj si gjuha e banorëve të Labris ka marrë elemente të greqishtes dhe është bërë gjuhë pellazge. Gjuha e Dibranëve, të dashur shqiptar, është bërë gjuhë serbe. Dibranët flasin serbisht, por nuk e dinë. Përdorin gramatikën e gjuhës shqipe dhe fjalë të serbishtes në gjuhën e përditshme. Prandaj ju nuk kuptoni fare gjuhën Dibrane dhe as unë se kuptoj gjuhën Dibrane, megjithëse kam lindur në Dibër. Dhe vetëm mbasi udhëtova për në vende slave dhe mësova gjuhët slave, e kuptova që kam jetuar me serb gjithë jetën time, të dashur shqiptar. Sali Berisha ka jetuar me serb në Vuçidol, edhe unë kam banuar me serb në Sohodol, të dashur shqiptar, lugin e thatë, të dashur pellazg nga Dibra, një vend që është quajtur nga Filipi II i Maqedonisë Penestia, që do thot sklever, sepse i mori Dibranët dhe i shiti në Thesalonika, ati u bën pellazg, sepse në Thesalonika pellazgët quheshin ndryshe penest, penestai, që vjen nga fjala penes, do thot i varfër në greqisht. Pra, çfarë ka ndodhur? Ne na i kanë vënë emrat ose serbët ose grekët. Pra, ne jemi në shekullin e 21 dhe nuk kemi emra për veten tonë, nuk e dim se çfarë jemi akoma. Do në them që ne ta nisim historinë nga e para, do ju ndihmoj unë, ju jap fjalën të dashur pellazg Dibrano serbian, mirupafshim në filma të tjerë shkencor.